heq neni ku ndalohet familjarizimi në universitetin. Do të thonë mundet krejt tezet edhe hallat ishte në universitetin punë. A është kjo e vërtet edhe se ka ndodhur kjo? Me thot të drejtën edhe në ligjin ekzistues, sepse ende nuk ka kaluar në parlament ligji i ri, e kemi pas neni që ndalon të familiarizimin, po edhe edhe opinionit të shumë raste që ka ndodhur familiarizimi. Po, janë krejt aty. Po, plot ke dajallar, kusherinje, kështu. Balldeska e krejt. Po. E thash, pse e kemi heqne? Mendojmë se nepotizmi, si dukuri, është prapë e dënuar me ligj. Mirë po nepotizmin këtë rast në kupton kur udhëheci i institucionit, duke keq përdorur pozitën e tij, krijon pozitë favorshme për ndonjë familjar të tij. E punson fëmijën, e ndreqën e kështu me radhë. Mirë po. Konkursi. Edhe pse nuk ekziston neni i cili e lufton nepotizmin, ne kemi menduar se shumë më mirë do ta luftojmë nepotizmin duke i rritur kriteret e zgjedhjes së kuadrit akademik nëpër universitetet tona. Dhe kriteret definitivisht i kemi rritur. Për çdo zgjedhje që bëjnë profesorët në një titull të caktuar, tash do duhet patjetër të bëjnë 6 deri në 7 punime shkencore, për të cilëve 3 deri në 4 do duhet të jenë në revista me faktor të lartë ndikimi.